Prej 25 vitesh ka uzurpuar Konfederatën e Sindikatave për pazare, hece private, ryshfet dhe luks personal, ndërsa punëtorët që pretendon t'i mbrojë paguan nën pagën minimale dhe pasigurime. Prej 25 vitesh, Kol Nikolaj ka uzurpuar drejtimin e Konfederatës së Sindikatave, jo sepse i digjet barku për hallet e punëtorëve, por për të grabitur pasuritë e sindikatës dhe për të bërë jetë luksi në Shqipëri e jashtë saj me dashnore dhe biznese personale. Punëtorët e dinë këtë të vërtetë dhe e kanë bërë lanet, ndërsa Kola, me vuljen e sindikatave në xhep dhe i shoqëruar nga konkubina për harem, endet nëpër kompani private dhe takohet në hotele e restorante luksoze. Në polici ka shumë denoncime se Kol Nikolaj, përmes pazareve dhe presioneve me greva, mbledh zhvat miliona në emër të lëvizjes sindikale, po ashtu ai zhgëtit zyrë më zyrë të pushtetit, ku bën punësime me para dhe përfiton licenca e pasurisë shtetërore. Ndoshta punëtorët nuk e dinë faktin se në 2019, kryetari i Konfederatës së Sindikatave Kol Nikolaj ka marrë leje koncesionare për ndërtimin e 2 hidrocentraleve në Selit të Mirditës, konkretisht në Bardhaj dhe Lufaj Përroj Perlikaj dhe Lumin Zalli i Tharrit. Sipas dokumenteve zyrtare janë 2 hecet private të quajtura Bushi dhe Bushi 1, për të cilat kërkuesi licencës dhe aplikues për lejen mjedisore është vet Kol Nikolaj. Këto hece, me të cilat ai do të prodhojë dhe shes energji për 35 vite, Kola nuk i ka marrë për të siguruar të ardhura për sindikatën apo mbrojtjen juridike të punëtorëve, por për vete, si shpërblim nga qeveria që ai ndihmon duke penguar, manipuluar dhe shuar protestat e punonjësve. Leje të ndërtimit i mori pak para takimeve me drejtues të PS-s, pasi deklaroi se sindikatat mbështesin fushatat e kësaj partie. Dokumenti që publikon pamfleti tregon se lejet për 2 hecet Bushi dhe Bushi 1 që u grabisin ujin banorëve të zonave Bardhaj dhe Lufaj. Kol Nikolaj ka marrë si ortak ilegal dhe përfaqësues i kompanisë Kthella SHPK me administrator Pjetër Ndue Nikoli, me qendër në Rrshen. Të dhënat nga tatimet tregojnë se kompania e hidrocentraleve të Kol Nikolajt, i cili lomotit sikur mbron të drejtat e punëtorëve, i paguan punëtorët më pak se paga minimale dhe nuk i paguan sigurimet 30% të tyre. Kol Nikolaj ka rekorde pazaresh me pronarët e kompanive private kundër interesave të minatorëve, naftëtarëve, metalurgëve, fasonëve, sektorit ushqimor, ndërtimit, fermave dhe çdo sektori tjetër, çështje për të cilat do të flasim në vijim.